Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Ju dha edhe lamtumira e fundit, shpat kasapit. Një ditë e mbuluar nga një qiell i gri e i rënd, qyteti i Tetovës u zgjua me një heshtje që s'ishte ndjerë prej vitesh. Dhimbja, trishtimi dhe mosbesimi së bashku derdhën në rrugët e këtij qyteti. Ndërsa mijëra qytetarë nisën të mblidheshin dal nga dal, të thirrur jo nga zhurma e jetës, por nga ikja e një figure më të dashur të skenës muzikore shqiptare, këngëtarit të njohur Shpat Kasapit. Që në agim, para sallës së homazheve, u krijua një atmosferë e pashpjegueshme. Rreshta të gjatë njerëzish prisnin me një qetësi të frikshme. Nuk dëgjohej asnjë bisedë e zëshme, vetëm trokitja e hapave në asfalt dhe pëshpërimat e njerëzve që nuk e besonin dot se ditën e sotme po i jepnin në lamtumirën e fundit artistit që për vite kishte qenë pjesë e çdo gëzimi, çdo feste dhe çdo kujtimi të tyre. Në hyrje të sallës, mbi piedestalin qëndronte arkivoli i mbuluar me flamurin kombëtar shqiptar. Me lule sipër të bardha të kuqe, me kurora nga institucionet kulturore, organizatat artistike, shoqata rinore, artistë të cilët e mbështetën edhe i dhanë dashurinë. Por mbi të gjitha buqeta të sjella nga qytetarë të thjeshtë, njerëz që nuk e kishin takuar kur personalisht, por e kishin dashur si pjesë të familjes së tyre. Familjarët e Shpatit qëndronin pothuajse pranë arkivolit, duke pritur ngushëllimet e miqve, kolegëve dhe qytetarëve që vinin njërit pas tjetrit, me fytyra të zbeta e sy të skuqur nga lotët. Nëna e tij, e mbështetur nga të afërmit, mundohej të qëndronte e fortë, por duart i dridheshin në çdo prekje të arkivolit. Gjithashtu e pam shumë të mërzitur edhe bashkëshorten e Shpatit, e cila shtrëngonte fort shamin të cilën e kishte varur në qafë, sikur aty të kishte mbështetur të gjithë dhimbjen e shpirtit. Në sallë hyn edhe shumë artistë të njohur, kolegë të Shpatit, këngëtar, aktor, producent. Disa prej tyre preknin arkivolin në heshtje pa gjetur asnjë fjalë. Të tjerët e mbanin kokën ulur teksa kujtonin momentet e skenës, turnet e përbashkëta, bisedat e natës vonë. Kolegët shprehën dhimbje si Blero, Big Mama, Arifi, Elitës Pes, Adelina Tahiri, motra e Shpatit e shumë personalitetet e tjera. Ato thanë që ne nuk po përcjellim vetëm një artist, po përcjellim një shpirt të pastër, një zemër të mirë, një vëlla që i prekte të gjithë me thjeshtësinë dhe me modestinë e tij. Tetova sot dukej si një qytet i plasur nga dhimbja. Shumë biznese mbyllën dyert në shenjë respekti. Nëpër balkone u vund disa shirit të zinë deri diku. Në çdo kafene televizorët transmetonin këngët e Shpatit, ndërsa në rrugë dëgjoheshin makinat që ngadalsonin pranë turmës së homazheve si shenjë nderimi. Rreth mesditës turma u bë edhe më e madhe, njerëzit vinin nga qytete të tjera, madje edhe nga jashtë të vendit. Disa kishin udhëtuar natën vetëm që mund t'i jepnin një përshëndetje të fundit. Atmosfera ishte e rëndë, aq e rëndë sa dukej sikur edhe qielli e kishte humbur ngjyrën e vet. Rreth orës 14, arkivoli u ngrit nga 4 të afërmit e tij, turma heshti, nuk dëgjohej më asnjë zë, asnjë lëvizje e panevojshme, vetëm të qarat e lehta të grave të moshuara që mbanin në duar fotografitë e tij dhe përspërisnin me zë të dridhur. U prefsh në paqe, o djali i mirë. Rrugët u mbushën me njerëz që e shoqëruan deri tek varezat,
disa mbanin lule, disa mbanin qirinj, disa mbanin telefonat, duke regjistruar momentin që nuk do të donin kur ta kishin parë. E gjithë turma ecte ngadalë në një marshim të gjatë, solemn e të dhimbshëm. Në vareza fjalët e fundit ishin edhe më të rënda. Shpati nuk iku, ai u kthye në tingullin e kujtimeve tona, në këngët që nuk do të vdesin. Shpat Kasapi ishte më shumë se një këngëtar. Ai ishte simboli një brezi, një kulture dhe një emocioni që nuk mund të interpretohej nga askush tjetër. Zëri i tij shoqëroi rininë e shumë njerëzve. Dashurinë e tyre, të parat, gëzimet, dhimbjet, të gjitha kujtimet që sot u rikthyen me një forcë të papërshkrueshme. Ikja e tij la pas një boshllëk të madh në skenën muzikore shqiptare. Një boshllëk që nuk mbushet me kohë, as me artistë të rinj, sepse disa njerëz janë të pazëvendësueshëm. Me uljen e arkivolit në tokë, dhimbja shpërtheu. Njerëzit që ndruan edhe për minuta të tëra, sikur shpresonin që koha të ndalej, që momenti të mos ndodhte vërtet. Lulet pas lulesh mbuluan vendin e varit, derisa u krijua një shtrat i bardhë e i kuq. Një det dashurie për një njeri që u desht nga të gjithë. Lam të mirë Shpati, zemra jote mbetet me ne. Këngët e tua nuk do të shuhen kur asnjëherë. Shpreh ngushëllime të sinqerta ndaj zonjës gjylimser, bashortes së tij Selvijes, familjarëve të gjithë. Zoti e shpërbleft në parajs.